O hoxh, kisha një pyetje, a mund të flasin me lajket shqip kur të pyesin për pyetjet e varrit? Shiko, do t'i bëjnë pyetjet me lajket në atë gjuhë që ti e kupton. Dhe nëse njeriu ka adhuru Allahun e lartësuar një të vetëm, ka besuar dhe ka pasuar profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, do të ketë mundësi t'i përgjigjet pyetjeve të varrit. Pra do t'i bëjnë në atë gjuhë që ti e kupton. Dhe nëse njeriu ka qenë besimtar, ka besuar Allahun e lartësuar, ka besuar dhe ka pasuar profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, ka bërë vepra të mira, do të përgjigjet pyetjeve të varrit. Kush është Zoti yt? Do thotë Zoti im është Allahu. Cila është feja jote? Feja ime është Islami. Kush është pejgamberi yt? Pejgamberi im është Muhamedi alayhis salam. Dhe ky njeri do të përjetoj mirësinë varr. Do të shikoj vendin e tij në xhennet. Ndërsa nëse njeriu s'ka dash me ditë për Zot, s'ka dash me ditë për profetin alayhis salam, s'ka dash me ditë për urdhrat e Zotit gjithësisë, s'ka dash me ditë për vepra të mira, ky nuk do të ketë mundësi të përgjigjet pyetjeve të varrit, edhe nëse i ka dëgjuar. Dhe do të shikoj, do të përjetoj dënim dhe do të shikoj vendin e tij në zjarr. Allahu na ruaj. Kështu që ajo që na intereson dhe është me rëndësi është që ne të përgatitemi për ditën kur do të largohemi nga kjo dynja, se gjithë kemi me ndru jetë. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo njeri do ta shijojë vdekjen. E udhës është që me u përgatit për ditën kur do të largohemi nga kjo dynja, me adhuru Zotin e gjithësisë, me bë vepra të mira. Allahu të rujt.